Një pyetje bëra, një pyetje. Po ti je mrekullueshme me vajzën, ka fare kritika për ty tani. Të falenderoj. Është një këngëtar në The Voice, shumë i talentuar, shumë interesant, që ka një lëvizje po aq interesante të dorës. Kush është dhe si quhet ky që ja bën gjithkohës kështu? Kush? Krenari në The Voice. Nokauti për gjithë sfidave të deri tanishme ishte sfida për mua më e vështirë. Për mendimin tim ka qenë një betejë, një duel mjaft i arrit, edhe për anës time dhe për anës të Albanit. Normalisht njëri duhet të zgjidhet, zgjodh Albani, po unë kisha shumë shpresa që kam shansa të rikthej në fund. Vetëm kur dëgjoj fjalën Naked Live më kapin emocionet. Kjo fazë Naked Live do jenë faza deri tani më emocionuese. Qëllimi im deri tani ka qenë që çdo fazë ta marr një mbas një dhe të bëj qef në skenë, ta jap maksimumin tim. Për këtë fazë kam zgjedhur një këngë shumë ritmike në krahasim të këngës që kisha fazën e kaluar. Është Very Superstition nga Stevie Wonder. Një këngë që dallon prej fazës të kaluar, me qëllim e kemi zgjedhur këtë këngë shkaqu që është pak më ritmike dhe dua të tregoj edhe këtu pak vetë. Writings on the wall. There is superstition. Letters about to fall. Doesn't matter, baby. Broke their looking glass. 7 is some bad love. The good days in your past. When you believe in the things you don't understand, then you suffer. Superstitions in the way. Oh, there is superstition. Wash your face and hands. There is superstitions. Ha! Do all that you can. Keep me on daydream. Keep me going strong. You don't wanna save me. Sad is my song. When you believe in the things you don't understand, then you saw superstitions and the way. Superstitions, nothing more to say. There is superstitions, the devil walked his way. Doesn't matter, baby, though you're looking down, you don't want to save me. Sad is my soul. When you believe in the things you
Tunxhe, vajza, krenari. Bravo! Superstition. Hajde këtu. Je bërë pisë, Bravo! Nejse. Tregoj që kësi ishte ajo pjesa... Mos bëhesh. Me një pro, se di edhe unë si e bëra, po. Shiko, të tilla gjëra bëhen mirë me njëherë pro, po i provojmë shumë. Doli të parën mirë, dhe Bravo, ndaj them. Okej. Superstition, Alma. Po qatë them unë për krenaren, ti je shumë i talentuar djalë. Një instrumentist i këtij lloj kalibri s'ka se si mos tjetë edhe një këngëtar shumë i mirë. Bravo, komplimente. Unë personalisht pa u fut fare në as nota, në as një gjë, sepse s'ke ku e kap as ritmikisht, as intonativisht, unë pash një performancë alla MTV Awards. Cili? Atëherë, mu rrallë herë më shkëlqejnë sytë si dac, ose si maqok. Dhe në fakt se di sa lexohet pas syzeve, po këtë rrallë mu më kanë shkëlqy sytë sepse shoh një artist vërtet dhe tashmë të formuar në skenë. Them të drejtën, kur fillove të kërceje në fillim, e thash o sa i lumtur kjo, nuk e dim, ndoshta më edhe fan si Jamiroquai, megjithatë po kërceje dhe kuptova gëzimin tënd sepse doli balerina Marsi. Ti vazhdove të kërceje kur e pash, lumturia qëndroga se vin edhe 5 balerina tjera. Nuk e di sepse u ndryllën vetveti kur dolën çunat, duke s'pëlqeu ideja ti ndashe gocat me to. Shiko, çunat e kishin durit e zëna, kështu s'ka problem. Pastaj e kuptova absolutisht lumturinë e vërtet tënde në kërcimin që njëse do kaloj poshtë tunelit edhe... Jo! Të gjithë krenohen me tunelin që lidh Kosovën me Shqipërinë, po ka tunele tonë. Për hir të vërtetës tani. Domethënë me kështu lloj tunelesh fiton çdo lloj zgjedhjesh. Me mua? Me ty, nëse do të ndash në një opinion për krenarin? Unë besoj që Alma dhe Sidi thanë të gjitha. Okay. Sigurisht që ne jemi përpara një artisti të mirë formuar, një artisti i cili e kupton çfarë bën në skenë dhe që tunelin e kalon me sy hapur. Kjo është gjë fantastike.